burimi në drejtën romake 2000 vjet përpara kur krijohet drejtësia ka një parim themelor. Nëse një gjë lindë shtrembër, koha nuk e drejton. Kjo është fryma në të gjitha marrëdhëniet juridike, jo vetëm në këtë rast, por në të gjitha. Pra, nëse ti ke mbjell një dru të shtrembër do një fare e cila do të rriset shtrembër, koha nuk do ta drejtojë kurrë. Që do thotë për çështjen nuk ka rëndësi kush e denoncon. Filloi me një kallëzim anonim, pa u verifikuar domethënë personi që është veprimi i parë duhet hetimor. Normalisht ka bërë një program. Prokurori me marrjen e kallëzimit penal ka detyrë domethënë që të parashikojë gjitha veprimet hetimore që do kryhen. Pyetja kallëzuesit. Se ti e kundërshton? Unë kam një çik mendim më ndryshe. Kështu tha Vendie Mirela. Unë kam një çik mendim më ndryshe. Dhe ajo kështu tha. Unë kam çik mendim më ndryshe. Po a është kjo a është argumenti fort? Kodi i procedurës penale, domethënë të thotë, nëse vjen një kallëzim edhe anonim, që una protestat e mia kam. Po jo, ti nis hetimin edhe nga një shkrim gazetë. Atëherë, shumë bukur. E nis pra prokuroria, nis hetimin kryesisht, pra edhe nga informacion që merr nga media nga ne këtu, po e nisën nëpërmjet një kallëzimi. Po? Pra kallëzimi mund të jetë një kallëzim anonim pa një person mbrapa. Cila prokurori e nis atë? E nis prokuroria e vendit ku ka ndodhur ngjarja, e nis prokuroria e Tiranës. Tu fillon procedimi nga prokuroria e krimeve të rënda. Kjo është histori tjetër pastaj. Jo, nuk është histori tjetër. Prit një sekond. Jo, ka drejtë avokati. Krimeve të rënda është institucioni që ka bërë ping-pongun. E kam kompetencë, Kjo është tjetër. Jo tani, s'është tjetër. Një sekond. Tu është pjesë e kësaj që po themi. Ora ka ndodhur ngjarja në jemi te kodi i procedurës. Nesti Angoni shkon te prokuroria e Tiranës. Direkt sa ka kallëzimi. Shikoj. Tani un po. Argumenti që ju thatë, avokati ka pi bukur. Teorikisht, edhe një herë. Teorikisht, nëse unë bëj një kallëzim anonim dhe them që ka ndodhur një ngjarje 1 2 3 4 dhe punojësi OPG-ja vetë dhe verifikon që ka ndodhur ngjarja, ka ndodhur fakti penal. Po ti nuk fitesh? Nuk kam unë s'kam dëshirë të shfaqem si personazh publik, nuk dua të shfaqem. Dhe unë them fakti penal ekziston. Shërbimi sekret. Dhe ç'a ndodhi fakti penal? Atëherë fakti penal ekziston. Sepse, më fal, po bëre një padi në prokurori, ajo është publike. Atëherë. Jo. Atëherë, cili është fakti penal? Ja ta ezaroj mendimin, unë pastaj e bëjmë debat. Se po kalojmë. Jo, duhet të sqaruar kjo. Kallëzimi anonim nëse ekziston fakti bëhet. Nëse kallëzimi anonim është i rrem, atëherë fillon hetimi kush e ka bërë kallëzimin e rrem. Kjo është ana. Po si do ta fillosh ti hetimin? Ti nuk e di se kush është. Po nuk e nëse është kallëzimi i rrem është situatë tjetër, do të filloj, do ta hetoj ai, do ta gjej. Po themi në momentin që ekziston fakti penal, në rastin konkret, që unë bie dakord që mas e arrestit në rastin konkret për ish kryetar e bashkisë, nuk mund të ishe marrë. Jam dakord. Mirë. Cili ishte fakti penal për Erion Veliaj? Është situatë tjetër, për unë po diskutoj në ishte për Erion Veliaj. Erion Veliaj, shiko ku gaboi Erion Veliaj. Erion Veliaj gaboi momentin e dytë, kur vajti për të lëmuar provat. Momentin e parë nuk duhet të ishte ndaluar, edhe sipas mendimit tim, duhet të ishte marrë në masë detyrim paraqitje, dalja e shtetit. Momentin e dytë që nxori provat dato që tha për provat. E ka përcjell. Ky është gabimi që bëri. Tani, pyetje për të dy. Unë jam në logjikën e avokatit. E shikon Orsdadon? Jo për çdo mas merre fut në burg, merre fut në burg me këtë jam. Tani e ka përcjell. Orsdadon e shikon në krye të spaku sepse politikë dhe paguvi kostot. Më fal, avokat. Mirela Jorgo tha dje mund të ndodhë, tha, si që ndodhi me Dumani, tha, 48 orë para mbylljes së afatit, pra në 8, në mos gaboj në 8 tetor, tha sot drejtuesja e KLP-s, po në 8 tetor mbyllet afati i dorëzimit dokumentave, 48 orë para, tha, Orsdado, tha, dorëzon dokumentat dhe beta i, tha drejtuesi i SPAK. Ka kohë Orsdado, sepse është i ri në SPAK, nuk ka eksperiencën e dur në SPAK 1 dhe ka mos harroni që nuk ka filluar edhe një hetim për nuk ka nisur hetimin për dhullën e kryeministrit, e kanë nxjerrë person pa identifikuar. Ka dhe një tjetër histori këtu te kjo. Kështu që ai ka kohë ta tregojë veten në prokurori. Edhe për shkak se është i ri. Ka kohë ta tregojë veten. Pyetje për ju. A mund të jetë Orsdado? Që do ta meritojë atë vend apo jo? Kështu Golden Goal në ti e ndjek Golden Goal sa shequre. Mund të jetë atëherë në çdo rast ka ndodhur domethënë gjithmonë që kandidaturat që janë promovuar nuk janë zgjedh, por janë promovuar persona domethënë cilët kanë mbështetje politike dhe besoj që Orsdado e ka staturën, i ka shpatullat domethënë për ta marrë domethënë në merpaskend domethënë trajtimin e SPAK-ut. 48 orë para. Po, tash çdo gjë domethënë. Sotir Klapi, kemi
Në 2009 ka nisur emërimi fillestar, një karrierë në Tiranë, në Prokurorinë e Tiranës, në Fier, në Durrës, në Pogradec dhe pastaj në SPAK. Diplomuar në 2010 në magjistraturë dhe 2005 në Fakultetin Juridik. Pra ka magjistraturë. Mund të jetë? E njihni? Po, e njoh mirë dhe kam Çfarë dosjesh ka? Ka dosjen e Ilir Metës. A ky ka dosjen e Zotit Meta, po. Zotit Meta. Dhe si e ke impresionin ti për këtë? Se po, për këtë u mendove më shumë nga gjithë. Dëshira e tij për karrierë e kalon domethënë dëshirën për të qenë profesionist i mirë. Të erdhi në dorë për të folur dhe e plas. Unë nuk është se e njoh shumë afër, por në këto, domethënë na zhvillimet të paktën të 2-3 viteve të fundit, për shembull në këto ngritjen e akuzave të sidomos për personazhet publike dhe të opozitës, domethënë ka kaluar më shumë në atë konceptin që quhet drejtimi policesk i institucionit, që prova para se të vejë në gjykat kalon në konceptin inkvizitor, pra prokuroria, SPAK-u merr role. Po sepse këtë po diskutojmë masat e arrestit, të po themi ne kemi rastin gëllë që gjykata evropiane thotë mos e fut tjetër në burg pa pasur prova, pa çuar atje ti e merr fut tjetër në burg, personazh publik, kryeministër, president. Tani vim te një kandidat potencial. Nuk është trimëri të futsh presidentin, ish-kryeministrin e vendit të burg, sepse duhet të racionalitet në Vladimir Mara, që mund të jetë kandidat potencial. Ka lindur në Mat 74 nga prokurorët e parë të SPAK-ut. Karrierë ka nisur në PG në Korçë, pastaj prokuror në Krimit të Rëndën, Tiranë, Durrës, dosjet Sajmir Tahiri, Universiteti Bujqësor. Folëm ne pak për ju. Vladimir Mara është një prokuror që ka kalu vettingun pa ankesën e komisionerit edhe të ndërkombëtarëve të OMN-s. Pra nuk ka pas kontestime për sa i takon konfirmimit të tij. Ndoshta edhe për nevoja të institucionit edhe për nevoja politike, sepse në atë kohë SPAK-u kishte shumë pak persona. Por në staturën e vet është shumë konsekuent dhe pra diti pranoi edhe gabimet apo shmangjet juridike që i lejon ligji. Pra ti jep dhurat favore që t'jep ligji. Edvin Kondili i fundit ka në 2004 fillim të punën fillestare, është diplomuar juridik dhe magjistraturën ka mbaruar 2005-ën, prokuror në krimet e rënda në 2019 dhe pastaj në SPAK, do të thënë pesha të rënda, zoti Kondili. Po. Për ju, avokat? Besoj domethënë që mund të kem domethënë një çështje të ardhmen domethënë me zotin Kondili, por në pozita domethënë krejt tjera nga ato që jemi mësuar domethënë që të përballojmë. Ka kërkuar arrestimin e tërë Arben Ahmeta dhe të Ilir Beqës. Po, është person i cili domethënë është i fokusuar tek krimi i organizuar në fushën ekonomike dhe financiare. Edhe besoj që mund të jetë domethënë një person i cili do korrektojë jashtëzakonisht shumë staturën e krimeve në këtë fushë. Tani për ty, për ta mbyllur? Ka kandiduar në mos gaboj dhe para mund të jetë elementi 3 vjetësh me kandidaturë që më pas u zgjodh zoti Dumani aty. Po karrierën para e ka Kondili, ta tregoj vetëm. Mirë, te këto çështjet e forta duhet më shumë integritet. Ju të lutem. E kemi diskutuar për te faktit të profesionalizmit ndonjëherë, për faktet që janë publike apo dukshëm. Dakor se ka hetimja pjesën e vetë vështërësisë, duhet integriteti më shumë në raport me këtë për gjithë prokurorët e SPAK-ut, duhet të tregojmë veten për të arritur aty ku duhet. Sepse edhe opinioni publik sigurisht që ka rolin e vet për aq sa e ka specifikuar. Tani kam një pyetje kështu, okay, bëm këto ne, avokat, po si kur ta drejtoj SPAK-un, kemi një kështu diell aty. Kemi diellin e qeverisë, kemi diellin e SPAK-ut. Në këta persona besoj që do zgjidhet diella, domethënë. Pra në konturin në po të garoj. E mia, domethënë, po të garoj. Njëri nga ato 20, domethënë, do bëj rolin e diellës, domethënë. Dhe normalisht zoti Kondili mund të jetë domethënë personi që do e luajë domethënë mrekullisht atë punë, duke pas parasysh fokusin e qeverisë në formalizimin e ekonomisë. Pra, do të jetë një ndër persona që do hetoj krimin financiar në nivele domethënë të pa imagjinueshme, domethënë nuk i imagjinojmë ne avokatin domethënë në çfarë nivelesh mund të shkojë. Si do ta drejtoj diella e SPAK-ut? Sa e bukur kjo, diella e SPAK-ut. Sa ajo diella e Ramës, është program.
është program, Po? të dhënat domethënë aty, ku shkel dhënat, normalisht do të dalin. Manipulohet programi, edhe dalin personat. Manipulohet programi. Normal, Se Rama po e manipulon diellën. Ne kur diskutuame domethënë për njerëz të cilët kanë super besueshmëri, domethënë këtu kemi dyshimin. Pse është i super besueshëm në këtë sistem që s'mund të jesh ashtu domethënë? Tani mund të kemi Çka kanë kanë heqë një dokument nga dosja, kanë shtuar një dokument mirë, pra të kanë dhënë një flet lavdrimi dhe apo të kanë heqë kritikat. Kjo është domethënë problemi. bukur. Mund të kemi diellën e spa. Pra, kjo është frika domethënë, që manipulohet. Deri tani pushteti e ka luajtur e ka pasur edhe i diell edhe 2 në SPAK brenda. Sepse çapo diskutojmë, ato janë edhe rrymë influencë politike dhe ne shikojmë që Po pse diella, nëse ne do kemi një diell të SPAK, janë dosjet pa hetuara, janë dosjet hapura. po diella Janë dosjet po pra, diellën e kanë. roboti nuk të falore. Ore ata e kanë fizik diellën brenda, tani do e fusin atë diellën në program ata, siç po e fusin andej. Po ato diellën fizike kanë, këtë po diskutojmë me avokatin këtu që e kanë diellën në pikpamje. Tash gjithë problemi është në çfarë niveli domethënë do ngrihet. Pra në prokurori domethënë Edin Kondili, unë mendoj domethënë që do e ngrihen në një nivel domethënë që nuk e njohim. Pra nëse në fillim ne nuk njihnim vepra penale të cilat kryhen domethënë jo trafikimi etj, trafikimi lëndëve narkotike, pra kishin mbet vetëm në rangun e brendshëm domethënë të dënimeve. Po? Madje më mend kemi pas një prokurore që u shkarkua pikërisht për faktin sepse 16 ton kanabis nuk i kishte konsideruar si trafik ndërkombëtar, pra nuk e kishte ngrit kultivimin e bimëve narkotike ose trafikimin, atë shitjen e lëndëve narkotike në një nivel tjetër. Po diella mbaron të punë me këtë. Ka qenë ajo e Vlorës ose Po. Diella e zgjidhte. Ishte 16 ton, ishin konsideruar domethënë si vepër penale e mbajtjes së lëndëve narkotike. Okej, kemi arritur në fund se na mbaroi koha. Edhe pa unë kisha shumë dëshirë të flisim gjëra gjatë, po gjithsesi unë edhe për kaq të falenderoj shumë. Falenderoj. Tani, falenderoj shumë sepse pjesën e më të madhe sot e zuri aftësira jote, të falenderoj dhe me shumë dëshirë të ftoj edhe herë të tjera, sidomos për çështjet e zgjedhjes së kreut të SPAK, sepse tashmë qeverinë e zgjodhën, nuk kemi më problem, por kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.